Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. 6 ushqimet që ulin sheqerin në gjak dhe 6 që e rrisin diabetin. Sheqeri i lartë në gjak, i njohur si hiperglicemia, mund të ketë pasoja serioze shëndetësore, të tilla si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe dëmtimi i nervave. Kjo është një arsye pse është kaq e rëndësishme të mbani nivelin e sheqerit në gjak brenda kufive normal. Të hedhim një sy ushqimeve të cilat ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak dhe ushqime të cilat ndikojnë në rritjen e niveleve të tij. Nëse doni të përmirësoni nivelin e sheqerit në gjak, sipas saj do të rëndisim disa nga ushqimet më të mira, të cilat ju ndihmojnë në menaxhimin e llogatjeve të sheqerit. Kanella. Kanella është një nga ushqimet më të njohura që mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Shumë studime tregojnë se kanella mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës dhe të zvogëlojë sasinë e sheqerit në gjak. Mund ta shtoni në smoothie, në bollgur ose në kafen tuaj. Kanella është një mundësi e shkëlqyer për të ushtuar vazhdimisht edhe në ushqyerjen e shëndetshme. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të menaxhuar llogatjet e sheqerit në gjak është edhe spinaqi. Spinaqi është i mbushur me vitamina, minerale dhe antioksidantë të cilët nxisin shëndetin. Ka një indeks të ulët glicemik që do të thotë se nuk shkakton rritje të madhe të nivelit të sheqerit në gjak. Provoni të shtoni spinaq në sallata, në smoothie ose në gatime të gatuara për një opsion më të shëndetshëm. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën e diabetikëve për të ulur nivelet e sheqerit është avokado. Ky super ushqim është i mbushur me yndyrna dhe me fibra të mira, të cilat ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Yndyrat e mira në avokado ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë, duke zvogëluar kështu dëshirën për ushqime të lehta që mund të rrisin nivelin e sheqerit në trup. Edhe borunica përfshihet në dietën më të mirë për uljen e niveleve të sheqerit. Borunicat janë të shijshme dhe të mbushur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe rezistencës ndaj insulinës. Ulundimet tregojnë se ngrënia e borunicave mund të përmirësojë rregullimin e sheqerit në gjak. Mund ta shtoni si një snak të lehtë ose të shtoni në drithra me koz. Borunica do të kthehej në një element të mirë ushqyes edhe kundër llogatjeve të sheqerit në gjak. Tërshëra. Tërshëra është e pasur edhe me fibra të tretshme, të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorrët, duke zvogëluar kështu llogatjet e niveleve të larta të sheqerit në gjak. Filloni dietën tuaj me një tas me tërshërë dhe fruta plot me shije dhe me lëndë ushqyese shtesë. Tërshërën mund ta kombinoni gjithashtu edhe me borunica dhe të përmirësoni dyfish nivelet e sheqerit. Kakao, sipas saj, mund të jetë një mundësi e çmuar për të përmirësuar llogatjet e sheqerit. Kakao, dhe veçanërisht pluri kakaos pa sheqer, ka treguar se ka efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet në kakao mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të glukozës. Provoni të shtoni pak kakao në smoothien tuaj ose të bëni çokoladë nxehtë me qumësht me bazë bimore. Kështu do të keni përmirësim më të ndjeshëm të llogatjeve të sheqerit dhe do ta keni më të lehtë edhe menaxhimin e tij. Glukoza në gjak ose sheqeri në gjak është kthyer në një trend i cili sa vjen edhe rritet. Kjo fal ushqyerjes së keqe dhe dobësimit të imunitetit. Por për të përmirësuar shëndetin tuaj duhet të hiqni nga dieta juaj edhe një sër produktesh të cilat ndikojnë negativisht në llogatjet e sheqerit në gjak. Dëgjojeni videon deri në fund për të kuptuar cilat janë ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj për të mos shkaktuar kolaps dhe llogatje dhe rritje të sheqerit në gjak. Ëmbëlsuesit natyral janë dëmtues të vërtetë të niveleve të sheqerit në gjak. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të kërkojnë diçka natyrale si mjalti. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë më të natyrshme se sheqeri i bardhë i rafinuar, ato mund të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Pra në vend që të kërkoni mjalt ose alternativa të tjera, provoni një ëmbëlsues me 0 kalori. Ushqimet e skuqura gjithashtu mund të ndikojnë në llogatjen e sheqerit në gjak, sipas saj. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritje të niveleve të glukozës në gjak.
Këto lloje të ushqimeve shpesh të mbushura me yndyrra jo të mira për shkak të vajit që përdoret mund të çojë në teprisë të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Patatet mund të ndikojnë në rritjen e niveleve të sheqerit në trup. Patatet mund të mos jenë ushqimi më i mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet i shmangni plotësisht këto ushqime, por preferohet kombinimi me disa ushqime të pasur me fibra ose proteina, të cilat ndihmojnë në balancimin e niveleve të sheqerit. Ushqimet e larta në yndyrna të pashëndetshme ndikojnë drejt për së drejti në luhatjet e sheqerit në gjak. Ushqimet e larta në yndyra mund të ndikojnë në nivelet e sheqerit sepse insulina është një nga hormonet më të rëndësishme në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak. Kosi i frutave mund të ndikojë drejt për së drejti në rritjen e niveleve të sheqerit. Këto produkte që mund t'i gjeni në raftin e marketit, edhe pse në duke të shëndetshme në të vërtet, përmbajnë sheqer dhe nuk kanë të njëjtat vlera sa një kos shtëpie, i cili mund të shtohet në fruta natyrale edhe të përmirësoni gjendjen tuaj të dietës. Lëngjet e frutave gjithashtu mund të rrisin nivelet e sheqerit në gjak. Fibra dietike, ashtu si dhe proteinat që ndihmojnë në balancimin e niveleve të sheqerit, nuk mund të gjenden në shumicën e lëngjeve të frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje që shiten në ushqimore janë të pasura me karbohidrate, të cilat do të rrisin edhe më shumë sheqerin e lartë në gjak. Në vend të kësaj përdorni qumshtin, kosin ose dhe kefirin dhe shtoni një burim të fibrave si frutat e freskëta ose të ngrira, plus disa arror dhe fara si ato chia dhe ato të lirit. Ju mund të shtoni edhe një lugë gjalp kikiriku ose plur proteine për të mbajtur sheqerin në gjak më të qëndrueshëm si ton dhelti i saj. Karbohidratet të përpunuara. Këtu përfshihet buka e bardhë, orizi i bardhë, patatet dhe ushqime të lehta si patatinat e të tjera. Sidoqoftë, nuk keni nevojë t'i përshpejtoni plotësisht përjashtimin e tyre nga lista ushqyese. Për të ulur ndikimin e tyre, kombinojeni me ushqime të pasur me proteinë dhe ushqime të pasura me fibra. Drithrat me sheqer mund të shkaktojnë luhatje të sheqerit në gjak. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe u mungojnë fibra dietike dhe proteinat, dy lëndë ushqyese që mbajnë sheqerin e gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Karamelet dhe ëmbëlsirat gjithashtu janë armiku kryesor i sheqerit. Fatkeqësisht, nëse sheqeri në gjak është i lartë, gjëja e fundit që duhet të bëni është të konsumoni një grusht me karamele. Pavarësisht se çfarë lloji karamele ose ëmbëlsire zgjidhni, mirë është që t'i shmangni ato. Por gjithmonë, ju bëj me dije se çdo individ është i ndryshëm nga tjetri, prandaj për të evituar çdo problematikë të mundshme dhe nëse vuani nga diabeti, adresojeni atë tek mjeku juaj dhe në kujdesin e tij, zgjidhni ushqimet të cilat ju përshtaten më shumë. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni luhatjet e sheqerit në gjak dhe të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse hiperglicemia, pra diabeti nuk trajtohet, mund të shkaktojë edhe probleme të tjera. Te njerëzit me diabet, hiperglicemia afatgjatë mund të çojë në probleme serioze shëndetësore, siç mund të njihen ndërlikimet e diabetit. Nëse nivelet e glukozës në gjak rriten shumë, mund të zhvillohen gjithashtu edhe katocitozë të lidhur me diabetin. Kjo ndodh kur trupi nuk ka insulinë të mjaftueshme për të lejuar glukozën në gjak dhe qelizat të përdorin si energji. Në vend të kësaj, mëlçia juaj zbërthen yndyrnat për energji. Ky proces prodhon acide të quajtura ketone. Kur shumë ketone prodhohen shumë shpejt, ato mund të ndërtohen në nivele të dëmshme të trupit tuaj. Kjo mund të jetë kërcënuese për jetën. Simptomat që mund të përfshijnë çrregullimet dhe hiperglicemi janë probleme me frymëmarrjen, nauze të vjedha, dhimbje në bark, konfuzione dhe ndjesi shumë të lodhur ose të përgjumur. Drejtohuni tek mjeku për çdo ndryshim që vëreni në shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.